Do të shkojmë tani edhe një herë tek homazhet që po bëhen për ndert të ndjerit Servet Pllumbi, kryetarit të Kuvendit, një grup i madh i deputetëve të Partisë Socialiste tani në drejtimin natyrisht kryetarit të grupit, Tauland Balla, ka mbritur në midisat të Hollit, Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit për të bërë respekte. Tauland Balla dhe Ogerta Manastirliu në krye dhe më pas deputetët e tjerë të Partisë Socialiste që paraqiten aty për të bërë homazhet e tyre. Rreth 30 minuta më pas do të fillojë edhe ceremonia, një ceremoni e shkurtër, do të mbahen disa fjalime, në homazhe do të marrë pjesë edhe kryeministri Rama, të paktën sipas informacioneve që kemi, ndërsa fjalimet e rastit do të mbahen nga i biri, ish deputeti Arben Pllumbi dhe ish-kreu i Kuvendit Namik Dokle. Takime familjarët për ciljen e ngushëllimeve dhe homazhet që po kryen tashmë në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit. Në fakt po i ndjekim që prej mëngjesit ato kanë nisur rreth orës 9:30 minuta. Personalitetet ndryshme janë paraqitur aty për të bërë ndajrimet e tyre të fundit për figurën e Servet Pullumbit. Ish-kryetari i Kuvendit, deputet më i gjatë i Partisë Socialiste në Kuvendin Pluralist të Shqipërisë, i njohur ndryshe si profesor i inqarqe të Partisë Socialiste dhe një prej figurave më të spikatura të mendimit intelektual në Shqipërinë e tranzicionit, një prej zërave që shpesh kërkonte reformim dhe reflektim brenda së majtës shqiptare. Petro Koçi dhe Luan Rama tashmë paraqiten për të bërë omazhet e tyre, për të përshëndetur me familjarët. Zën vendet e tyre deputetët socialistë, sepse do të marrin pjesë në ato ceremoni të shkurtër që zhvillohet në fund të homazheve, ku do të mbahen edhe fjalimet e rastit. Janë të gjithë deputetë Partisë Socialiste që përshëndesin familjarët, bëjnë nderimet, omazhet e tyre për figurën e Servet Pullumbit, ish-kryetarit të ndjerë të Kuvendit të Shqipërisë. Ai ishte kryetari i Kuvendit nga viti 2002 deri në vitin 2005 dhe mbylli në fakt karrierën e tij politike me këtë angazhim pasi me largimin e socialistëve nga pushteti në 2005 dhe dorëheqjen e Fatos Nanos, edhe si kryetari i Partisë Socialiste, i ndjeri Servet Pllumbi u troq gradualisht nga politika aktive dhe u angazhua më tepër me shkrime, analiza dhe reflektime mbi demokracinë dhe tranzicionin shqiptar. Një personaliteti së majtës i dekoruar me titullin Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu. Pas pak pritet fillojë edhe ceremonia e parashikuar sipas protokollit.
Tashmë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por edhe figurat të tjera të njohura të së-majtës kanë zënë vendin e tyre. Këto omazhe po zhvillohen që prej mëngjesit, ka nisur rreth orës 9:30 minuta në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit. U ndjekim nga afër, këto homazhe janë parashikuar të zgjasin deri rreth orës 12:30 minuta. Më pas rreth orës 13, kortezhi funebër do të niset drejt varrezave të Sharës. U ndjekim nga afër bashkëpunëtor, miq, drejtues partive politike, përfaqësues të opozitës kanë qenë sot gjithashtu të pranishëm në homazhe, ndërsa vetëm pak çaste më parë ka mbritur grupi parlamentar i Partisë Socialiste, në fakt një pjesë e tyre, por disa gjithashtu figura të njohura të majtës dhe të Partisë Socialiste, me shtyre dy kryetar të kuvendit, Namik Dokle dhe Gramoz Ruçi, që kanë zënë vend, siç e shihni aty në krah të Tauland Ballës. Pas pak do të mbahen edhe fjalimet e rastit në këtë ceremoni të organizuar në nder të profesorit të së-majtës, ish kryetarit të kuvendit Servet Plumbi, ndar dje nga jeta në moshën 89 vjeçare. Sipas agjendës dhe programit, gjithashtu kryeministri Rama pritet që të jetë i pranishëm në këtë ceremoni. Kanë qenë të shumt personalitetet që kanë bërë homazhe ditën e sotme, përfaqësues të opozitës, gjithashtu që kanë qenë të pranishëm që prej orës 9:30 minuta. Ministri i Arsimit Kumbaro gjithashtu sapo ka mbritur